Kemi ardhur në një situatë paksa paradoksale në raport edhe me kërkesat edhe me veprimet e përfaqësuesve të partive opozitare të deritashme, të cilat këtë periudhë kohore gjatë së cilës do duhej të ishin aktivisht të angazhuar në votime, cilat nuk po marrin pjesë për konstituimin e kuvendit, po e shfrytëzojnë për të ngritur çështje, të cilat nuk mund të kenë asnjë efekt, as juridik, as politik, apo ndonjë efekt real në vendimarrje, siç është rasti me çështjet e ndikimit apo vendimarrjes tek ZRE-ja, apo edhe çështje tjera të cilat në ndërkohë po ndodhin për qytetarët e Republikës, dhe duke e shfrytzuar këtë hapësinë, po bëjnë veprime të cilat e para bëjnë shkelje në kuvend se nuk marrin pjesë në votim, e dyta mbledhin në nënshkrime për çështje që nuk mund të kemi asnjë vendimarrje. Ardhja këtu, mos pjesëmarrja në votim, ngritja e çështjeve të cilat nuk mund ta kenë asnjë efekt real, përveç një politik ose përveç një propagandë të tyre se kinse po brengosen për bizneset apo për qytetarët e Republikës, është e pakuptim. Prandaj edhe një herë i themi se kemi seancën gjithsesi vazhdimin e radhës pas 48 orëve që të vinë të marrin pjesë në votim. Kam qenë tërësisht të hapur, asnjë zgjidhje nuk mund ta bëjmë as për ata, e as ne këtu në rast se kemi këtë çështje të opozitës. Mos pjesëmarrje në votim dhe ngritjen e çështjeve që nuk mund të kenë asnjë efekt. Do të thotë mbledhja e nënshkrimeve këtu për të ngritur çështje me zyrën rregullatorit të energjisë nuk ka kuptim. Se është e qartë, është e parapare edhe me rregullore të punës, edhe me ligj, se po ZRE-ja i raporton kuvendit në Komisionin për Ekonomi. Ne nuk kemi ende kryetar të kuvendit e nënkryetar të kuvendit e LRM konstituim të komisioneve, të cilat duhet të bëhen nga grupet parlamentare, që të njëjtit që po i mbledhin nënshkrimet e kanë mundësinë të marrin pjesë në votim dhe të kryhet e gjitha kjo procedurë. Prandaj, edhe një herë, po themi kemi edhe 48 orë në ndërkohë që mund të hyjmë në një proces i cili e zhbllokon këtë bllokatë të pakuptim dhe paradoksale. Deputet duhet të thirrën arsyes për shkak se ekziston një akt gjykimi i gjykatës kushtetuese në të cilët është e precizuar qartë dhe në formë eksplicite. Deputetët e mandatuar që kanë fituar mandatin kanë detyrim ligjor dhe kushtetues që të marrin pjesë në proces të konstituimit të kuvendit. Pse vinë ata në një seancë ku nuk marrin pjesë në votim edhe konsumojnë shkelje ligjore dhe kushtetuese. Ne jemi aktiv dhe proaktiv, korrekt edhe kreativ, edhe në funksion kësaj kemi ofruar disa zgjidhje alternative. Në të njëjtën ftesë treguan edhe arsyet pse jo me PDK-n. Është çështje preferenciale, këtë rast e vetëvendosjes kryeministit Kurti se kanë potencialisht e partner, po sipas gjitha gjasave LDK-ja ka një çështje rigjide dhe dëshiron një partneritet vetëm ku është PDK-ja, po jo dhe ku janë partitë tjera. Ju mbetet do të shohim në rast se do të ketë ftesë të tilla apo jo. Unë kam thonë që di një vullnet pozitiv të grupit tonë për të marrë pjesë, edhe është edhe e rëndësishme edhe përmbajtja se çka përmban një ftesë e tillë.